O, gazale, bre. Mendoj që jena po shkuatër të rritë. Anduel, rregullo mikrofonin. Ço të bëj? Kushta? Ç'është? Duke sigur të e morrin fjalën si Haloni tu kapa. me të diskutuar. Këtë skuadër. Zoli. Jo. Ja fikse në pozicionu. Kërë shkave i grupit? No? Kjo ishte çështje personale, po nuk e di pse po. Unë po pundoj. Edhe pa ndëgjuar që Ti ma more çak më. Si pa dëgjuar. Jo, erdhe vetë fole ti, më randa. ja pa ndëgjuar muhabetin. A ishte këtu prezent? Frederik. A ishte pse keni muhabet, a the? Si cuk. Isha këtu. Po ti më the tani, ky më tha, o familja u keq kuptua, dy gjëra i dija unë. Tash Edhe brava. ti the fole vet. Para se më thon ky diçka, ajo diçka. Po mirë më atë. Që po shihim me kuzhinë Frederik. Po tekstualisht, çfarë ore ty tani më mbrapa, unë dëgjova çdo gjë. Pse fut më pi? Djefta. E pra, tani, mos thuaj, mos e bëj kështu. Shiko Frederik. Prandaj ti kishe gati tash këtë. Një minut. Jo. Një minut. Unë jam nga ata njerëz që kur ka kështu gjërash unë kam qef me ul gjërat. Nuk ti, mbase se ke kuptuar. Do të di sa të di. Ulo? Do të di sa të di që ke për me ulë ato të mirë. Atë që kam. Në e vlerëson, se vlerëson, pasaj Nuk është... ban pra. Po mi pa ti në vlerëson njerëz, Jo, një shko muaj. në fyerje, edhe pastaj nxjerr konkluzionet e tua, është çështja jote kjo. Nuk e ka Pa atëherë më fal, atëherë edhe këtu edhe fole me neve fole. Me Nga fol neve diçka, kërkove me mendim. thon madje me thon. Basta. Ne që Po nga neve kërkove mendim, o Frederik. Në gjendje mos me thon falese, mos me thon. Ore ti do të them çfarë do ti në rregull prapë mirë, s'ka fare. Çfarë them unë? Ti erdhe dhe me ne fole, isha dhe unë, ku s'ishte vetëm Ke Merani. thon Dhe duke qenë se ti na u drejtove ne, Sa se nuk fole o fare. Frederik, të lutem, erdhe këtu ishim tavolin tani, se po bëjmë sikur si jemi të verë. Në gjanë ka jo do me ndu. Po thot për dje. Po për çfarë dihet tash me Te sot? grup kalamësh. Ulla tjera se të logë. As Po ti po pse kujton muhabetet e tjershme tani me muhabetin e Me sot? Big Mamin. Vjen kjo se ty Për çfarë lidhje? me folma me gojë për këtë jetë. Po ti popullizoj njësoj si të tërë, më Frederik, unë pretendoj nga ty, ti jesh ndryshe. Nuk pretendoj të bëhesh grup. Bash, unë ti bullizim ça. Qa është bullizim? Ja për qeshja, për talja, të bëshë, e pas ka bërë kështu. Qa do bullizimi ti? Gjallë me brik? Ne ishim vuajtur Se na çuditë tani. Po mirë për tash u ti ishe duke punuar. Këtu dhe mua më lindet drejta. Jo fol. Ty të ngacmoj Foli, unë? ai thash janë se foli. O Frederik, po mirë pra, për këto qëra po si jemi këtu. E ishe në tavolin, tu drejtova unë ty. Shka pasoj. Tu drejtova gjë unë ty në tavolin, të erdha të thash, ua pse ke bërë këtë kështu ose ashtu. Ti vazhdove lojën që po bënte Andueli me Andrean. Dhe mua më lindet drejta tu përfshit dhe ishit në grup. Si grup ne po punë me kohë. O Frederik, tani për këto gjëra do kapesh tu, se me mua s'do kapesh për gjëra tjera ti. Po jo, të çaj Në këtë lojë. për ty. Po qa përsti mu kapë në gjona tjera? Me qa për të mu kapë? Ore ti po flas me Frederikun, po ta për këtë, në këtë vend që jemi, për këto gjërat, ja po kapemi. Sa ti mund që Po pra. po shtetë. Po bra. Për këto gjëra po kapemi në këtë lojë thash. Hapi veshët, edhe ti. Që të bëjmë? Se Po s'do kapesh për gjëra tjera. A the përveç Frederikut, Thash me mrapa ty thash s'kam punë, po. Thash Frederik të lutem, thash ty nuk të. Në kusman. Keni frikë më, keni frikë, pare se fundi. Unë kush ka frikë mare? Jo, ma buri dhe, pse qa është Frederiku? Zotja? Për qa? Frederiku është lojtar, më dha. Është lojtar dhe është kompetent për lojën e vetë, po jo për timen. Keni, për besë po. Për qa? Për qa kemi frikë më qunim? Po ti si e mira, po bën sikur tu që të them ty. Pse do kemi frikë ne nga Nga Frederiku? Frederikut. Po nga debati që mund kemi. Për se kush është Frederiku? Shteti, ligji, i ka më marrë pronën, i ka më marrë, i ka prishur familjen. Frederiku Po është qa gogol thua? për ty. Gogoli? Për ty mund t'jetë gogol, për atë po Si, jo ja për- fusni kota shime, flisni me logjik, jo kot, në kot. Po sepse ai po ti po. Si do pas kam frikë, për qa ta ke frikë unë Frederiku? Jo ma shpjego, me që ma the, të lutem. Po me këtë botë Për qa e kam frikë? Po atë jo them se të Ke frikë nga Frederiku. Kjo është një akuzë tepër e rëndë. Për qa me pas Ta frikë? them, sepse në çdo debat Unë kam respekt edhe i flas pak me qep, po jo frikë, ç'është kjo? Gatron respekti me frikën. O vlla, am Pritet të shpjegoj. Kundërta.
në çdo debat që ju keni kundrejt Frederikut dhe Frederiku kundrejt jush, ju gjithmonë e shmangni duke dhënë E përmbajtje. shmangim se kemi respekt. Keni respekt. Po, për se ne figurën që respekt është për atë jo. s'kem. Edhe ti kur të bësh debatin tënd, do i kesh mënyrë tjetër, po diu. Po të të vi rasti, mund të të vi rasti, do ta shohim. Sa respekt ke për Frederikun. Respekti absolutisht që është me të gjithë Po ju. frikë s'ka maskandun, përveç Zotit, Mos që e është larg. ngatro gjona. Yes. Mos e ngatro. Ç'është kjo punë që dalliqe? Unë që ka të që Si do pas kanë frikun, Frederiku një po pas kanë frikë. Big Basta një oponent. Ti ke frikë mua më. Po ç'është kjo logjik tash? Kjo është antilogjik. E kupton? Po më falë më tani. Mos i ngatro gjona. Si do pas kanë frikë nga Unë me Frederiku? njerëzit që du nuk zihem. Si? Nuk zihem me njerëzit që du. Po s'është debat, nuk është të thamë Jo, muzikë jo. atje. Po pa përveç të prapë, po këtu do bëjmë debate, se do përfshihemi. Konceptet për gjëra që Keni frikë nga Frederiku. Hajde. Dunça. Po ja, këtë që the, për shembull, kjo është një gjë që Po, është shumë mësoj nga ju. çip për ta thënë. Nga debati ju mësoj. Jo, ti mëson nga debati jo, ti Yeah. rri me ne dhe do mësosh. Po nëse- Kaq. Po, po. Ashtu. Po jo nga Ti dole në thoshti ke frikë konkluzion. Frederiku, ç'a do me thonë? Në Ke rast- frikë. Po keni frikë. Se ç'am ka Ti del në konkluzione, Ç'a ti është nuk Frederiku? Po gol. Jo, më nuk është Po bëhet çfarë. gol, Po për ç'a tamam. ta kemi Shifë frikë? davull, se ti mbështet fjalët e atij, si. Po jo më zemra, ti më na u drejtove, ju keni, ju. Po, jo, Ti the ju të dy. Unë nuk flas për Mangemi Randin. debatit me Frederikun. Po, Po, dhe i çka? shmangem. Frikë, Po, dhe i siguri. shmangem, jo për frikë. Frikë dhe pas Siguro. siguri. Jo, as për Unë jam frikë, as për shmangur shmangim. asnjëherë. Se nuk Se ka atë frikë. që di Asnjëherë. unë nuk e As i di shmangem, Frederiku dhe atë që Se di di Frederiku nuk e di Se unë. din ti. Varet. Çdo njeri ka Varet, nga varet. një gjë që ja ka dhënë Zoti që e ka të vetëm. Varet, E kupton? varet, Nëse Varet. Është brenda lojës. edukata, respekti, edukata, Se do pas respekti kemi janë frikë neve këtë se bë gjithë. të tmerrshëm Për të Frederiku. gjithë- Keni qef me I drejt, that një ju keni konotacion qef me drejt. Ne po flasim kuadër të lojës, po flasim kuadër të lojës Po, tani. jo, Për gjithë secilin për ju. Frederiku keni është respekt, po Frederiku. kjo s'do të thotë që do e marr, apo të. Unë që ja di vlerën, e di shumë mirë që Ora. plakut thon pordhët një gjoja, po Jo, mos e dëgjoj. mos janë një gjë, S'ka fjalën një gjoja. Po. Kështu që nuk s'ka shans që të debatoj unë Po më me fal mo Frederikun. Eran, po më fal Që mo. ta kuptosh ti për respekt, jo për frikë. Pa e kupton? Po i herë vjen për respekt, e herë, po Gjithmonë, gjithmonë. Po, mos harroj po. se jemi në lojë, e ke thënë veti. Po, jemi në lojë. E ke thënë vetë. Po, jemi në Okej, lojë. kështu që Po, jemi nuk në është të lojë. thonë që kur debaton. Po kjo pra, Nuk e Po, pra kjo nuk do të thotë. loja nuk pra, është që t'ulësh tjetrin që të ngresh veten. Jo, E kupton? në rast se tjetër tenton me Ofendosh tjetrin që të ngresh Ofendosh veten. të lush me Sikur tjetrin tentove ta ti dele, nuk mu. nëse është kjo loja, kjo është loja që ke zgjedh ti. Unë kam zgjedh lojë tjetër. Unë kam bë, Unë kam zgjedh lojë tjetër. Po kur thua Eran, po kur thua që kush je ti. Ore pritet. Pra, që tu do me do ale burr. Në rast se ti më thua, ti mos më afrosh te moja thoj. Tani si çeka, ke mos u ta them unë ty? Jo, ajo vjen si rezultati një gjëje që më thua ti mua. No, Oh, unë kam qenë gjatë gjithë Unë nuk e kohës. them tu qenë Unë kam mirë qenë- bukur, ti Ja. s'ma afrohesh mua ke moja tonë. Po shiko tash në mungesë të argumentave ti çfarë do bësh? Do ofendosh. Dje për shkak atë part dje kishë mungesë argumente, unë po të thoja me pika. 1 2 3 4 5 Eran. Unë thashë ke gabim pra. Unë thashë ke gabim, ti Pra. ke argumentet e tuja, do t'i justifikosh simas vetes tate. No, Ti do kredit t'u bo llafe me mu. Se ke atë shumë. Nuk është ky që o Eran, se ne Aq më tepër më ke zgënjy shumë. Po, s'është E problem. kupton? Unë nuk është Se ke problem, nëse ti se ke problem, unë kam problem marrëdhëniet njerëzore. Se unë e kupton. Unë i kam problem. O Eran, kjo s'do të thotë që Unë i kam si loj, si pa loj, unë i kam problem. Marrëdhëniet njerëzore. Pas te do të më shku mirë gjithmonë. Pra, unë s'do të ta them atë që mendoj. Jo, atë që ta mendoj. thuaj që ç'ke mendoj. Po duhet të gjesh mënyrën. Mënyrën, bravo. Unë ta gjeta mënyrën. Mënyrën, Ti jo, reagove ti- më keq. Duke u kthyer në fesë, edhe unë tu ktheva me atë gjuhën që më thënë. Jo. Ti më bëni krahasim, Nuk ti është mu e the, s'ma afrosh tek moja Po, thoj. kur më E thash, futi as ti mu tash, s'ma afrosh tek moja thoj. Po, ja, pra, thua ti. As unë ke thoj jot, as ti ke thoj. Bravo. Pra Po, ne, jo. lene këtë muhabet, mos e vazhdo më. Jo, jo, po Qa do me Ç'është nxjerr? atë mjetes tonë, bro. Për ne Jo, që bab, se unë... O, vënë, çdo Ej, debat, Eran, ti çdo nuk do të debat. marr dorën ty unë kur m'ngelet No. hatri, kur s'mngelet. Për ç'a? A e kupton? Për ç'a? Ose është problem Ti edhe për po ç'a? ta them edhe herë. Po për ç'a po bë muhabet? Nuk është problem edhe po Për të çfarë? nuk është problem edhe po të fola fare, a kupton? Për logjikën. çfarë po bën? Por Për çfarë po diskuton me njerëzit Ti edhe hape muhabetin, ti ke fryt nga Po do Frederiku. flasim se jemi në një shtëpi këtu, në një ambient. Po ti atë di me Mos pa, a vetëm fusni frytën. kop. Nuk di me Qa pa do bësh, do bësh respektin. sikur se Nuk di qikon me pa tjetër. edukatën. No. Nuk di me pa asnjë Jo, jam tjetër. dakord me të gjithë ati, Ti po kujton ata se po ne- njerëzit nga Jo, frika qa thua, e se kupton bën ai. shmangen. Ai Ti prapë që je po trim debat. o vlla Ai shumë mirë. ngacmus A, vazhdo.
Si? Ciqi, e trim Po vazhdo. sepse kjo vjen. Pra, arsyeja që ndal këtë konkluzion që ju keni frikë është se 1, 2, 3 në 20.000 debate që keni pas këtu, me 20.000 debate i keni dhënë duke mos pas dëshirë për me zot. Pse arsye? S'ka ardhur me bë debat aq më tepër. Sepse te debati ka një kufi more. Është logjike më. Se Sofia është që ditën. Se unë jam Nuk do zjemi që ditën. Elinare, the një lavë bukur. Ta vazhdonim ne tash. Elinara. U bëm debatin bashkë, do zjemi që ditën ne. No. Po hapra tash. Kjo do thot, po pritet thuaj. Edhe kjo çfarë do thot? Ke frikë ti mua apo unë ty? Jo, Elinara, këtë gjë thuaj Arondit se pavarësisht debatit që do kesh me tjetrin, kjo do thotë që ke apo s'ke respekt. Allah, ke debat, dikush nuk sqarohet, vazhdon me bindjet e veta, sikur vazhdon me bindjet e mia. Okej, vazhdon. Po ky ka më të ry. A kupton? Nuk është pengon. Elinara, dëgjoj pengon. Por ta pyes. Mbajnë i tua ti mbajnë nam. Jo, Elinara. Bon not masi se klasa 6 për besë. Unë na. Absolutisht po. Elinara, the një lavë të bukur që neve do debatojmë, po prapë një shtëpi si shpak. Inatin ai e mban, sepse në momentin kur i thot Frederiku, nam një duhan, se dësha unë, pastaj jap. Nuk ta jap. Për loj. Pe kisha frikun Ka qenë i freskët çaja. Sa gjëra kemi bërë për njëri tjetrin për natë. Jo, mos e ço aty. Pritë ta çarçon. Nuk e thash se ke frikë Randin, por në momentin kur Elinara ti thua shumë bukur që parasysh jemi në një shtëpi. Jemi në një shtëpi, duhet flasim bëjmë. Ne edhe ne kemi pas ato keq kuptimet tona, edhe kur ka pasur dikush nevojë për duan, i kemi dhënë, më fal, i kemi dhënë, patjetër. Por në momentin kur un i thash Rikut, nam një duan, edhe më tha prit se do t'i them Randit ta japi, të marr një duan për ty. Edhe tha, jo, s'dua ta jap, tha se e kam për lojë. Kjo nuk është për lojë mos t'i japësh duan tjetër, duke ditur që ky është një lloj pikdopsie për gjithë secilin anë në një moment caktuar. Dhe për te duke qenë që ti nuk je inatçi, që thot Randi që nuk mbaj inat, po merre urdhon një duhan. Duke qenë që Frederiku kishte vetë ka bërë ai gjithmonë ka mund të ta jepte. Jo, nuk ishte, jo s'kishte, për besë kishte. Jo, nuk kishte. Nuk kishte aty mund të ketë pasur aty te krevati. Dëgjoj. E di, por lere Frederiku se atë doja unë. E doja unë. A kupton? Se ti mua më hapit se ti ke dhënë na 2-3 një herë. Po t'jap më nuk kam problem. Dhe më erdhi thash, okay thash. Jo, s'ka lidhje me sherrin e fut. Okej, jo. Ka lidhje me mënyrat se si po na shef na jo sherri, na debati fund, se sherrë është. E kuptoni tu qen kështu. Na debati fund. Thotë se jam bërë. Kjo çfarë? Është inat. Ti thash Marandon. Po jo më smitet si tashi, ka qenë për momentin, ka qenë reagim momenti. Jo momenti se të nesërme, ishe në drek, kur ne në mëngjes bëm aty në drek. Kriju debat, për me kriju. Unë spajna, për shumë, po, bana me. Se kam. Tashi kur unë them, unë edhe yllit që kam antipatikat të mos u pranoj, kam frikë për te. Okej, më thuaj një si më ngam unë kam frikë për te. Ne këtu flasim po han këtu tim. Njeri ju edhe kur ka të drejtë, edhe kur ka të drejtë. Nuk e di që ka bërë për inat, ta shpjegon ai, ta shpjegoj pse ka bërë. Po ja se ti pse bërë, për inat. Për inat e bona. Unë po them ti Elinara për ti thua jo. Po mos e mbro. S'moj no, tani thu e bona për inat. Do e menjen. Po më dha. Po pse se thash unë e bona për inat në atë moment edhe do vazhdoj noti mu i qim jo, po flasim për momentin, për momentin. E prapa të thash që flasim për momentin. Sa dush, po patjetër. Po shtëpi tonë më bëri dhe kur keni debat me njerëzit e dashur. Si folë me grup, Si e kalon me një herë? Se kalon. Po them ai për momentin flas. Momentin gatrove. Tash mos u nxej, po deri tash më tha që unë rry për më shumë gjakat. Deri tash që i Po se s'më pëlqen. Dakor. Deri tash që i bëj, deri në rrymë çfarë gjakut çetçoi. Po sipas teje jo. Sipas meje, unë kam qef të flas me njerëzit, të sqarohem. Unë kam qef të sqarohem me njerëzit, Frederik. Unë me Anduelin janë kapur shumë herë dhe jemi sqaruar shumë herë. Ne jemi njerëz dhe bëjmë gabime, nuk kemi asnjëri perfekt. Prandaj jemi ndryshëm ti, se bëjmë edhe gabime gjithsesi. Nëse ti mendon që je perfekt, vazhdo. Arsyeja e debatit e ka pasi qëllim Elinara. Gabimet bëjmë të gjithë, edhe kur shprehemi. Do ta merrni vesh se kush ka qenë ju beton. Por kjo nuk do të thotë tani që unë tani këtu tani të mos flas me juve, të mos diskutoj me juve. Të kthejmë kurrizin atëherë, bëjmë sikur se ekziston ti, sikur se ekzistoj mua dhe si do është tysh atë derisa të jemi me njëri tjetrin. Më thuaj. Qytetaria ku mbetet? Kjo quhet pragmatizëm.
Po ku jo, më fal, ku duket qytetaria? E bën ti Elinara, por ndonjëherë e bën dhe pak njanse. Për shembull, mbajmë një konflikt voçkull që patëm bashkë te dhoma e gjumit, që i the ti mos fol se po del keq, për atë që thoshte Pikbasës, që i thoshte. Po, ja thash, mos të vite ai se tha derë, edhe nuk është bukur, ti thua tjetër. Por kur e thaja aty në dhomë gjumit, që i tha Klysh. Unë se të gjova atë, të gjova kapa Anduelin, ti nuk e dije. Dhe unë po ta thoshte. Unë të ndërhyra thash, Elinara, ai tha Klysh. E po nuk e dija unë çfarë kishte thënë. Unë Anduelin pash që i tha, edhe ja bëra Anduel, kujdes, me po ai e tha para te Klysh. Po jo more. Po të bën sensin e mirë për të pushuar atë, për të qetësuar gjendjen. Por do të thash, po edhe aty se ai tha Klysh, po ti thuash Klysh dikujt nuk është e mirë. Unë sa kisha ardhur, ku e dia unë. Po ta shpjegova pa unë duket se ta shpjeguar ti kumgulje. E po dakor, kjo është e keqe për ty kur ndryn që do të ulesh. Jo, nuk është e keqe, po kur të them unë shikoj që edhe aty patjetër ti flas, po thuaj edhe aty tjetrit. Ja thash unë aty tjetrit. Në rregull pra, mund t'ja kesh të më mbrapa. Dakor, siç thua ti se kam dëgjuar, unë po them se kam dëgjuar dhe nuk e vën dyshim që ja ke thënë. Absolutisht se pjekuria e gjitha nuk vën dyshim këtë pjesë. Por unë po kërkoj atë të qartësoja që shiko, nuk thjesht ai siç e përdoja ai shkak pasoj. I tha, ja ktheu. Kafsh për kafsh, Klysh der. Edhe është e ishme, nuk është e ishme. Absolutisht. Ja e pat ju çan. Por sipas vendit bën kupe ky stan, ai stan, atë bylmet ka. Dhe ai lloj debati. Tu është provokimi, tjetër të provokon, po sa i thotë ti mos ta thjesht fjalën e keqe nga goja. Elinara se po them, unë kisha menduar se do dalë video në Prime. Po do dalë. Nga ky provokim, nga ai debat që kam pas dje, unë kam arrit me kuptu pozicionin e Randit dhe pozicionin tënd dhe pozicionin e Yllit dhe pozicionin e Pikbasës që ju në mënyrë indirekte, pra jeni le të themi opinioni. Bravo. Unë dola në këtë konkluzion dhe i them Andreas në dorë. Andrea, unë dyshoj sepse duke marrë parasysh dhe debatet që kam ato 4-5 herë sa mund t'jemi debatu, një herë, por që ka pas... Unë s'kam debatu me ty me idenë që po debatoj, kam debatu me ty me idenë që kam gjetë një mik të mirë këtu. Që po bisedojmë. Kaq. Nga i moment i djeshëm, e kupton, kjo gjëja, e kupton, në mënyra se si edhe dhe ti. Në ka 10 muaj gjys, Bela noshta, edhe ndryshon ide, noshta thuqe, po që ka vërtet. Një gjë Randi, ka një gjë, vetëm Budallaj nuk ndryshon. Ne atë që bëm dje, Elinara, ata që kanë diskutuar me këtë të bashkë të ndryshojnë. Budallaj nuk ndryshon, rrigjithmoni një. Për të dalë në një konkluzion, për të verifikuar, për të parë atë që ky thot. E ç'a tha ky se sa rritëm ta çojmë. Që jeni të profilizuar në grup apo jo? Nuk është e vërtet absolutisht. Sepse këto janë procese njerëzore. Po Nena s'kishte lidhje fare, për shembull se Nena derdhi ke neve për që bëm ato. Se nuk e thash për në fort, nuk e hosa fort. Po që kështu profilizuar në grup. Ti ju se kuptoni një gjë, që këtu grupet i ndryshojnë sa herë të duan ke lojrat. Randi nesër është në grup me ty. Po kam qenë me... Dhe ju thoni është në grup. Po, kam qenë me Yllin. Kur në grup me Yllin? Për shembull, grupi u nda në që marrë ma hipoteza të në budalliqe. Grupi me ko për sfit. Po sfit po thot. Sfit pra. Nuk e dao Agaj, por... Se Ylli mund ishte me ju. Elinara, grupi nuk e dao Agaj, por e dao në mënyrë instinktive dao Erandi. Kush e Pra dao? mori Erandi. Estri zgjodhi ato të vetët që na bashkojnë, u bashkuam ne, që na përpiqen ide, ndoshta Erandi u bashkoi. Jo, Erandi zgjodhi për interesin e vet, se mendoi këta njerëz dita bëjnë më bukur punën. Pa interesin e vet. Ja. Të betohem. Po jo nuk është ja zgjodhi Frederik. Nuk është një zgjodhi për po ai zgjodhi por nuk ju neve nuk ju etiketuam. Ne nuk ju etiketuam. O Elinara. Ne nuk u vëm nofkën fëmijëve, e kupton? Ne nuk u vëm nofkën atë që vuri ai. Fëmijë, llapazana për shembull. Po ju po flisit për popullin. Po mi pra ai ishte misioni jon, a di ç'është misioni të shpërqendroni. Erandi e kontrolloi veten e vet. Ne qeshim me Erandin, ai i lumtë kontrolloi veten e vet, s'kthente përgjigje. Madje të tërhoqi vretje. Se bëhet se jeni juve, ne jemi ne. Jemi të ndryshëm. Atëherë, jemi të ndryshëm dhe ti mendon ndryshe, ne me ndryshëm. Pikërisht. Ku mbaron e drejta juaj dhe ku mbaron e drejta jon? Misionin tim e kisha të shpërqendroja, Oxa. Po ti ishte sfidë force, do të kisha zgjedh ty. E kupton? Nuk do kisha zgjedh Nenën, po themi, ose pavarësisht se s'kam asnjë. Po mirë, forse saj me këtë është ndryshme. Jo, ideja Unë për shembull do doja Esteri të ishte me neve, për shembull pavarësisht se ishte kuefermerja dhe bëri këtë lloj. Debati që ne kena pas. Tash kush është më e mirë se debati që ne kena pas e pikë synimin e kishte që nga eliminimet. Pra që ti u mërzitë dhe më thonë që Elinara në grupën e që
le të themi ishte Po po ti nisi vetëm Elinarën e kape mua bet. Nuk u zgjidha fare se jam mërzitur fare për Elinarën, ta kam thonë. Unë isha mërzitur për veten time. Ja kam thonë kësaj, as m'bot von fare. Asaj i kam thonë, më vjen keq se Rikun e di që nuk del, nuk se është domethënë kot për muhabet, por e kupton, vjen keq për Anduelin dhe për Elinarën. E kupton, nuk e di. Dhe ajo më ka thënë, Andueli s'është në rrezik. Okej. Po, ja ti them dhe këtë tjetrën unë. E di ti që atë mëngjes, atë kam thonë këtë gjë? Po. Atë darkë. Kjo çfarë jo, mëngjes herë. Ty të kam thonë, ti nuk dite me lut. Se po të kishe zgjedh Big Mamën me Bastën e kishe fitu. Jo, mora. Ja një minutë, jam një minutë. Atë thash. Ku fut logjika ime? Unë nuk doja me rreziku as Andrean dhe as po Big Mama. Po nuk do shpëtohet, po pra. O Anduel, i kemi bërë një pyetje të mbajtë më Unë nuk kam gabimisht. Se the harrova ke qenë ti ke fakiri. Harrova se kush do t'ja them atij. Dhe pra ne unë vazhdova lojën se dua t'ja them që ai të kuptojë jo, unë kur hyn sfidë si funksionon. Mas ne nuk jam nga ato që e lej edhe unë nuk bin nga stoli plago, as e lej garën për gjys, as ja fus. Dhe plusi ti është besa jo. Kur me përsipër me dal, me sfidu dhe je në një ekip, do japësh shpirtin. S'ka më aty. Se mund ta kemë shoqë Elinarën, e mund ta njësoj me ta kesh dhe ti, e kupton, por kur vjen funi. Ti pshtove kokën tonë edhe Big Basta në këtë rast për me fiu një nga shoqë. Ti e mendon ashtu, prit tani. Ja ta lidh një minutë. Bravo, do ta pranosh, kaç më pranoj. Ja një minutë pra. Se ta pranoje që po. Thuaj një çik, më ta dëgjoj një sekond. Një sekond. U bë pyetja për punën e Ronit për shembull. Dhe pyetëm me Eserin, kemi qenë bashkë me Frederikun ke fakiri. Po. Nëse do ishte Elinara, çfarë do kishte bërë ti? Do zgjidhje buxhetin apo Elinarën? Buxhetin tha kë. Kush tha? Erandi. Se di pa me çfarë. Ja, ka qenë Frederiku. Jo, ai thot se Dima do bënte. Nuk e di. Po do ta bëje, më tha, do ta bëj ata. Pse? Sepse për një njeri nuk mund të rrezikosh 5 më tjerë, 3 më tjerë, sa se ju bashkoni njëti parim morti, një më pak keni parimi ju. Ore, një më pak do jetë, unë zdum ne, unë e ti, nesër del dikush. I njëjtë me konceptin e këtij dua të them. Sado që dush ti, sado që det Andrea, sado që dem unë, sado që del Ylli, nesër nëse ka nominim, njëri do dalë. Eran, kjo tregon shumë. Nominim është tjetër gjë. A e kupton? Nuk i marrë njerëzit me zorë. Ti s'mundesh me thonë, sepse ky është formati, ti do ikësh. Eran, është prapë ku ti e thu me koshencë të plotë. Pra, edhe masi kam marrë gjë që po, në rast se do vije rasti që unë me shpëtu një shoqe për ball një buxheti, unë do zgjedh buxhetin. Po pse? Është prapë rëndë. Po pse? Është rëndë pra. Po pse? Kur buxheti është i përbashkët, shoqja është e përveçme. Kjo tregon shoqëria nuk është e vërtetë. A kupton? Si mas meje. Se ku gjetëm shok ne me këtë? A pro. Tu gjetëm shok. Tu bravo. Si me këtë, si me ty, si me të gjithë. Edhe si me mua. Po ama njeriu duhet me qenë i vërtetë. Njeriu duhet me qenë njeri i herë. Jo, njeriu duhet me, edhe unë besoj që jam i vërtetë. Dhe mbi të gjithë nuk vendos 30 vet në emër të një personi. Okej? Jepta ja pestër. Unë ta thash, nëse është një person, a e kupton? Unë për shembull nuk jam dakord me atë që thotë që unë do zgjedh Andrean e do lej tjerët pa buk. Okej? Pse? Po sepse as pa buk do ta shtym në një javë. Ore ti je, jo ne. Ka njerë unë se du, për shembull, Andrea. As ajo se do, as ajo. Pse do të rria ajo pa buk? Interesi mbrojtës shoqërisë dhe i konfliktit që mund të krejë. Jo, është interes personal ai. Po personal. Është personal, pra personali ti është mbroj mua dhe të arrit të krijoj situatën. Po e ka, po s'mund ta bësh atë në kurrizë të gjithë. Po e bën modlla. Po nuk mund ta bësh pra. E ka imunitet modlla. E ka sfidë dhe në agaj. Dhe thot, në interes personal, më intereson shoku, më intereson dhe kauzat. Këtu brenda që do ndodhë. Jo kauzat, ose situata. Buka pa tjetër. Buka! O vla, situata më vla, situata. Buka dhe Andrea nga një anë. Okej. Po, buka e kripe zemër parë. Okej, buka e kripe e thu ti Kena. E pse e thu Kena? Ti e ke, vetëm ti do. Po sepse ka i në dorë pa të pyetur ty të tërë. Dhe ti thu Kena. Po pra Kena. Po këtu po do gabim pra. Pra unë po do të thonë. Tu po gabim. Sepse ti ka vendos, jo, po një gjë pra. Okej, hafat. Po vendos ti në kurriz gjithëve ne, apo na lënë pa buk ti për Andrea. Është kurriz vetë. Është kurriz tim ajo. Jo, s'është kurriz tat. Si. Është kur ti vendos për ne të gjithë. Je. Do të thotë ti je përgjegjës
E kupton, por nuk e vun ti kur rista. Ke 10% vlla, pa buk ka unë. Ti nuk e vendon, ti nuk e ke atë. Spesh nuk ka. Do të lapa gjatë. Buk ka. Nuk e ke atë. E kupton, nëse ti e mendon ashtu që për një plesh do djegësh i organin, okay, bëje. Që të themu, është në ndërgjegjen tate. Kjo është prapë diçka për ti. Ky krasimi që bën ti për një plesh, nuk e ka ke plesh, ti e kupton, për një person të djegësh, por një shok, po mirë, një shok për shembull ti ke arritur ta krijoj, sepse ju nuk arrini të kuptoni ta merrni dhe si mesazh këtë pjesë, se ky format përveç se eksperiencës bukur që bën ti jetosh këtu brenda. Ka të konfirmosh grupin që ti dhe ai ta mbaroj unë për shembull, pastaj ma shto. Kjo është mendimi jot, ty do të thonë tjetër gjë. Shiko, tani përveç eksperiencës bukur që jetë duke kaluar në një format televiziv që të gjithë këtu ka gjëra të reja që s'e ka bërë askush në jetë. Siç e ke vërtetuar dhe ti, ai e të gjithë me radhë. Ka, e kupton. Por një mesazh tjetër është kaq i bukur sa që ky format përveç se edhe dashurisë që mund të krijojë pavarësisht, jo asaj lloji që përjetuan të gjithë, po krijon dhe miqësinë. Po. E kupton, nuk do të thotë që në një farë mënyre nuk ekziston. Patjetër interesi shkon deri në një pikë. Kush është interesi im për shembull sot për sot, si edhe kam diskutuar me Andrew, po them për veten time. Interesi im vllai i dashur është që unë për shembull në finale të kryesoj me këtë. E mori ky, halal vlla. E mora unë, halal. Ama pse nuk mund të përcillet ky të jepet zë si mesazh që shiko, pavarësisht loja, sfidave, provokimeve, intrigave, nuk është vetëm interesi vllai shoqëria. Po dhe imi ati dhe ejte unë, është shoqëria. Pra ju të dy, përdori gjithë grupin, me rujt njëri tjetër. Për një shok, po ti për një shok, çfarë do bëje ti? Një shok vlla, po të marr një radhë. Një shok ty vlla i dashur të thotë o vlla, jam do bëjmë ushkrin mëlçin. Jap mëlçin time. Shokut. E të njëjtën gjë edhe ky po bën këtë lloj sakrificë. Apo jeni njoh nga më parë. Ti gjykon vendin ku ndodhi. Ama ndjesin, rëndësi nuk e gjykon. Takëri quhet. Takëri. Ju luni bashk dhe ai, po jo. Po pse si shoqëri? Po jo pra sepse un kam qenë kundër me sfidat me atë. Ore kam qenë kundër me sfida me ata, nuk është ortakëri. Blani me fola? Po, unë të lej, po të pyst. Janë rrot para gaj, kur e bën këtë mundësi, këtë jap të dy mundësi, e din shumë mirë se me 90% nuk kanë më vdek. Ose me sakrifiku shokun, ka me hangër gjithë. Po. Pa aty ai shef, që interesi i përgjithës se më është më mirë me hangër. A vëdën? Edhe kështu është përgjithësi, se njëro është qenje që jeton me të ngrënë, nuk jeton me moral. Morali në këtë rast ishte pak më i vogël se sa ajo që është materia, si quhet ushqimi. Pra, në rastin konkret ai pavarësisht unë e kam thënë e ka bërë shumë mirë si zgjedhje, sepse pavarësisht nga shpirti i tij që ka për shembull në arenën e jashtë me njerëzit e Ronit edhe me njerëzit e tij. Se edhe këta kanë me kanë i fikë, sepse e bën atë zela të rrepisa shkojnë gjithmonë jo kret mirë me njëri tjetër, po në rastin konkret ishin të shkuar mirë. Ktu, s'kishin ndonjë konflikt. Po. Atëherë këtu ishte vetëm këtë kapten unë thjesht si moral artist.